Artikulimin Partia Demokratike, zoti Berisha dhe gjithë kupola drejtuese e saj për qeveri teknike dhe ASTEP, Partinë Demokratike, fakti që Kryeministri Rama bëri lëvizje që bëri që në pjesën e dytë bashkë do diskutojmë dhe me emra, apo i jep më shumë zell dhe dëshirë për të reaguar në protestën e ditës së sotme, kur shohim që kjo lëvizje taktike e Ramës për të distancuar dhe për të shkarkuar nga detyra ministra që kishin akuza mund të themi nga autoritetet e drejtësisë së re, që tashmë ata janë nënhetjo. Sigurisht neve as na gëzon ky lajm, as besojmë që i lehtëson shqiptarët, për ne përgjegjësi i korrupsionit në këtë vend dhe burimi nga vin, le të themi, çdo lloj skandali korruptiv, çdo lloj përgjegjësie për keq menaxhimin e këtij vendi është vetëm një, është kryeministri, dhe çfarë do lloj retushimi me qëllim taktik që të bëj, qoftë për propagandë, qoftë për të zbutur pak, le të themi, pozitën me drejtsinë të personazheve të caktuara që ai kanë qeveri, qoftë për të bërë gati, le të themi, situatën për mbrojtjen dhe përdorimin e imunitetit si mburojë politike ndaj zëvendës kryeministres për cilën kërkohet heqja e imunitetit. Sigurisht nuk na step dhe nuk na kënaq, por na bën akoma më të vendosur në ato që është qëllimi jon, që t'u garantojmë mundësinë shqiptarëve që të jenë të barabartë me, nuk po them vendet e Europës në cilën po synojmë që të integrohemi, po të paktën me vendet e rajonit ku shtetasit e këtyre vendeve, jo më larg se Kosova, se Malizi, se Maqedonia, kanë mundësi që të votojnë të lirë. Synimi ynë është ai një qeverisje kujdestare me personazhe me integritet, të cilët do të kenë mandatin, do të kenë besimin, do të kenë dhe mbështetjen që të sigurojnë më në fund mbas shumë kohësh që shqiptarët të votojnë të lirë dhe me probabiliteti që të shkojmë në këtë skenar për të patur një qeveri teknike, për të çuar në fund kërkesat që vijnë vetëm nga zoti Berisha, por nga disa parti opozitare që sot janë unison në interes përbashkët me një emërues përbashkët. Shkarkimin e kryeministrit Rama, një qeveri teknike dhe çuarja e vendit në zgjedhjet parakoshme. Probabiliteti përballë një qeverie të fundosur nga skandalet e përditshme, përballë një qeverie dhe një qeverisje që legitimitetin e ka zero, jo vetëm përpara shqiptarëve, të cilët e shohin me sytë e tyre për ditë dhe ndjenin lëkurën e tyre për ditë korrupsionin e jashtëzakonshëm dhe keqeverisjen që kjo qeveri u bën, e shohin përditshmërinë e tyre, por dhe legitimitetin nga ana tjetër përballë faktorit ndërkombëtar, të cilët e kanë në nivelin më të ulët, sepse kemi pat një narrativ të ngritur këto vite të një qeverie dhe të një qeverisje e cili ishte mbështetje e palkundur e progresit të Shqipërisë në rrugën evropiane, mbi të gjitha e suportit për t'i dhënë Shqipërisë ato institucionet pavarura nga cilat ka vuajtur në këto vite tranzicioni, dhe sot shohim që e gjitha pas ka qenë fasad, narrative ka ndryshuar 180 gradë përsa kohë i preket interesit dhe preken funksionar të lartë të kësaj qeverie, siç është rasti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës, dhe vendos që ta përdori pushtetin e grabitur si mburojë politike ndaj drejtësisë. Prandaj në momentet që legitimiteti, siç e thash, dhe i brendshëm dhe i jashtëm i kësaj qeverisje është në nivelin më të ulët, besoj që janë shqiptarët, janë njerëzit cilët duhet ngrihen, duhet marrin fatet e tyre në dorë dhe t'i japin atë shtysën e fundit të largimit një qeverie e cila vetëm për shqiptarët nuk është. Ditën e sotme është menduar të paktën nga strukturat e Partisë Demokratike për të patur itinerare të tjera, për të patur skenare të tjera, apo çdo skenar është tavolinë dhe deri diku shihet edhe mënyra se si rrjedhin gjërat kur nis edhe aksioni pas përfundimit të fjalimeve? Janë menduar disa skenar, por duhet patur parasysh që skenari përfundimtar i protestës diktohet në moment, diktohet, le të themi, jo vetëm nga pjesëmarrja, por edhe nga shkalla e zëmërimit të njerëzve, e cila asnjëherë nuk është e paracaktuar. Prandaj themi që protestat janë dinamike, ne kemi detyrë t'i thrasim dhe t'i menaxhojmë ato për aq sa mundemi, më pas fjalën e kanë qytetarët. E qartë. Kemi parë dhe faktorin europian që para 2 javësh kishim 9 eurodeputet që zvarkuan në Tiranë dhe deri diku ishin edhe
kritik për mënyrën se si është aktualiteti politik në vendin tonë, por edhe reagimet të fundit që vijnë për çështjen e zonjës Balluku, pra për situatën e zonjës Balluku, por edhe për mënyrën se si reagon opozita në mënyrën se si eskalon situata në terren ku kemi protest. A duhet të jemi më të kujdesshëm si opozitë, si qytetarë që jemi në shesh, paktën me qenë se sytë Europës janë tek ne, rruga jonë e integrimit është një fazë shumë decisive dhe Partia Demokratike duhet sërish që të ketë edhe një hapje apo një komunikim pak më të gjerë me Europën. Unë besoj që Partia Demokratike në këto momente është në momentet e saj më të mira të nivelit të komunikimit me faktorin ndërkombëtar, me partnerët ndërkombëtar, me eurodeputetët cilët ju thatë, por edhe me ditë të fundit me një mision faktmbledhës për sa i përket procesit zgjedhor që lan pas, atë që neve kemi quajtur farsën zgjedhore të 11 majit, nga një grup eurodeputetësh, përfaqësues të Partive Popullore, grup në cilin neve bëjmë pjesë, dhe sigurisht në këto komunikime theksi i madh dhe i rëndësishëm u vu te gjendja e rëndë e demokracisë në Shqipëri, çka le të themi e bën praktikisht pamundur progresin e Shqipërisë në rrugën europiane, si kundër është përkushtuar qeveria për përmbylljen e negociatave në 2027 dhe për integrim të plot në 2030. Sigurisht në këtë gjendje dhe në këtë lloj keqpërdorimi të pushtetit duke bërë atë, duke kthyer në mburoj politike pushtetin, imunitetin në këtë rast, ndaj personave cilët kanë akuzat të rënda për korrupsion, siç është zëvendës kryeministra dhe ministrja Balluku, siç janë zyrtar të lartë qeverisë, siç është skandali i rënd i Akshit, i cili ka implikime të thella në sigurinë kombëtare, dhe siç janë skandalet të tjera dhe hetimet të tjera të pritshme të drejtësisë, sigurisht këto janë kambana të forta alarmi dhe motiv shqetësimi për ndërkombëtarët dhe janë këto të cilat minojnë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, nuk e minon opozita ose protestat e opozitës. Sigurisht në narrativën e tyre, nëse 90%, 95% narrativës përdorin